përgjigje për kryeministrin e arshëm të Kosovës, i cili më në fund do ta udhëheq një qeveri e cila nuk do t'jetë kundër Prishtinës, por Prishtinën do ta rikthej në kryeqendër të zhvillimit ekonomik për gjithë Kosovën. Faleminderit shumë për pritjen. Është vërtet nder i veçantë që ne po e përmbyllim këtë cikël të takimeve anëkën të Kosovës në këtë degë që me të drejtë e mban emrin e shqiptarit më të madh të lindur ndonjëherë, emrin e prisit ton historik Dr. Ibrahim Rugova. Prandaj pas këtij prezantimi të programit tonë e të zotimeve tona nga kryeministri i ardhshëm Lumir Abdigjiku, unë dua të flas vetëm për një gjë. Presidenti Rugova i ka sjellur Kosovës në kohët më të rënda të saj dhe i ka sjellur politikës në kohët më të rënda të saj dimensionin më të rëndësishëm të saj, dimensionin human. Ai e ka sjell njerëzorën në politikë. Ai ka besuar se përkundër të gjitha gjasave, përkundër faktit që ende nuk ishim ushtri, ende nuk ishim sovranitet, ende nuk ishim shtet, ende ishim të okupuar, ende ishim viktimat gjenocidit, e të krimeve të luftës, e të krimeve kundër njerëzimit, Kosova mund të ecën përpara me një fuqi që në fakt është mbi fuqi. Ajo ka qenë bashkimi i popullit Kosovës, rreth kauzës për liri, pavarësi dhe demokraci. Ajo ka ditur dhe e ka kuptuar, siç nuk e kishin kuptuar shumica e liderëve të Ballkanit, se vetëm në qoftë se bashkohemi të gjithë rreth këtyre kauzave, atëherë fuqia jonë është më e madhe se tankset serbe, është më e madhe se propaganda serbe dhe më e madhe se çdo fuqi që donte të na shparoste. Dhe ku jemi ne sot? Jemi sot, e kemi shtetin, e kemi sovranitetin, e kemi flamurin dhe rrezikojmë që të na shkatërroj përçarja mes vëllezërish dhe motrash. Prandaj të nderuar vëllezër e motra, unë kam një lutje për ju. Si qytetar të këtij kryeqyteti që i ka prirë shtetit tonë në kohët më të rënda, edhe duke organizuar protesta, edhe duke organizuar rezistencën paqësore, edhe duke i shndruar shtëpit në shkolla, edhe duke rrezikuar jetën tuaj për ta organizuar lidhjen demokratike të Kosovës në kohët më të rënda, edhe duke organizuar rezistencën e armatosur se pikërisht në këtë lagje janë ndier disa nga krismat e para kundër armikut serb. Ju që keni udhëhequr gjithmonë, udhëheqni prap, na prini prap që ta ndalim përçarjen e ta bëjmë bashkimin e madh, për cilin ka nevojë Kosova më shumë se kurdoherë më parë. Për shkak se në qoftë se ne lejojmë që të ndahemi mes njëri tjetrit, në qoftë se ne lejojmë që propaganda, manipulimi, fyerja ndaj grave shqiptare, ndaj motrave tona, ndaj secilit që mund të ketë një mendim ndryshe, ndaj secilit që mendon se aleanca me Amerikën është e shejt për këtë vend, qoftë se ne lejojmë që të rrezikohen këto themele, atëherë ne do të humbasim gjithçka që kemi ndërtuar me mund e me shumë sakrificë. Prandaj, si qytetar të kësaj lagjeje e të kryeqytetit, ju bëj thirrje që ta zgjedhni të vetmën alternativë, e cila bashkimin e shqiptarëve e ka në themelet e ekzistencës së saj dhe i ka ndërtuar vetë themelet e shtetit tonë. Ju bëj thirrje
Ju bëj thirrje që të refuzoni alternativat të cilat në njërën anë dojnë ta njollosin prisin ton dhe trashëgimin që aje la pas, e në anën tjetër po ashtu dojnë të njollosin luftën ton çlirimtare. Nuk la kemi bërsh as njërën e as tjetrën, sepse edhe njëra edhe tjetra janë arsyeja që ne sot e kemi këtë shtet. Juftoj që ta zgjidhni Juftoj që ta zgjidhni këtë vetmën alternativë, e cila duke zhvilluar shtetin, duke shndruar në shtet të dijes, duke investuar në çdo cep të Kosovës, por me kryeqendër Prishtinën dhe duke ruajtur aleancat që na la amanet presidenti Rugova e çon Kosovën përpara, dhe ajo alternativë është vetëm Lidhja Demokratike e Kosovës, partia që e ndërtoi Rugova, e partia e cila do ta çojë Kosovën në NATO, do ta shpije Kosovën në Bashkimin Evropian dhe do ta bëj krenar secilin qytetar të këtij vendi me zhvillimin, me investimet dhe me rrugtimin euroatlantik. Ju falenderit shumë, Zoti ju bekoft të gjithëve, Zoti e bekoft Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe njerëzit e mrekullueshëm të saj, të gjithë Prishtinës dhe të gjithë Kosovës. Ju falenderit gjithëve për këtë tubim madhështor dhe kërkoj ndjes që u banuam gjysmëore. Ishim në lap, aty ndodhi një tërmet elektoral, lapi ish ngrit gomb. E nuk kam asnjë dyshim se kur lapi ngritet gomb, edhe gjithë Kosova është gomb, pa dyshim edhe kryeqyteti i Kosovës. Prishtina jon, Prishtina juj, Prishtina presidentës Osmani dhe kjo degë e tretë. E shkëlqyshme. Ky është takimi i fundit që kemi në këtë fushat. Nesër kemi takimin përmbyllës në sheshin Skënderbeu dhe ju ftoj kështu siç jeni gjithë të vini në festën e madhe, të tubimin më të madh që ka pasur një parti politike ndonjëherë. Dhe në këtë tubim të radhës që kemi në sheshin Skënderbeu, le të japim kushtrimin e djathtë, kushtrimin rrogovis për të ardhmen e merituar që e don ky vend, kjo republikë. Sepse t'ju them të drejtën, këto krizat e fundit përfshirë dhe këto palë zgjedhje kanë qenë tërësisht pa nevojshme, por janë të domosdoshme kur një parti, një mendje, një njeri mendon se duhet t'i kontrollojë krejt. Kur një parti, një mendje, një njeri mendon se duhet t'i ketë gjitha pushtetet, atëherë është obligim patriotik i pasardhësve të djathtë të Ibrahim Rrugovës, bën bashkë, ngritën gomb, t'japin zgjidhje Republikës Kosovës. Dhe po, këtë ngritje në gomb tonën duhet jemi të qartë edhe me miq, me aleat, veçantive Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse orientimi ynë perëndimor, bështetit në një aleancë që ka nisë nga viti 1989 deri më sot, partneriteti i përhershëm, miqësi e përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe këtë përgjigje më lejoni të konfirmoj në këtë takim të fundit se po LDK-ja nuk bën, nuk mbështet, nuk ndërton asnjë qeveri që nuk e ka për prioritet gazin amerikan Kosovë. Dhe natyrisht lejoni që në këtë ambient të mirë, pas gjaturën shumë, sepse kemi folur gjatë në këtë fushat shkëlqyshme, e me qenë se fjalët kryesore po i ruaj dhe për nesër në tubimin e Prishtinës, sheshit Skënderbeu, duhet ditë peshën e madhe të këtyre kandidatëve shkëlqyshëm, një dorë rrugiti për kandidatët e Dekës që e keni këto. Njeri e maron një qeveri veç me kandidat Dekës të rejtë përbej. Sa që të mirë janë, ashtë zot. Edhe 4 që ti kom thonë që shto. Që shto i kom thonë që të Dekë që është në vërtet, ha?
Por është e vërtet. LDK-ja ka listën më të madhe 110 kandidatët më të mirë që ka pas ndonjëherë. Janë burra, ngrohtë, jashtëzakonshme, patriot, të djathtë, kontribues që dojnë atë po bëjnë gjitha që dojnë punën. Po janë njerëz të punës, po janë njerëz të fjalës, po janë njerëz të idealit. Dhe këta njerëz nesër, besoni, nuk kanë me bë për urimin e një vade në lopë që po dëjevës. Nëse e bojnë, këna më mbledh bashkë në protestë gjithë popullore kundër tyne, ato duhet me bo, po s'duhet me fol. Ato s'duhet me fol hiç. Ato e nis e përfundon s'flet për atë punës. As një minutë, as një sekond. Këta kandidat kanë me bo disa gjëra të mëdha për Prishtinën. Po, kena me bo nazën e jashtme të kryeqytetit. Në fillim 250 milion euro investim për nazën e jashtme të kryeqytetit në mënyrë që ta shkarkojmë një herë për gjithmonë, jo për një vjet, jo për 2 vjet, po për 50 vite të jashtme kryeqytetit Prishtinës, sepse jemi rrit shumë, meritojmë investim madhor. Dhe po, Prishtina, sepse është kryeqytet, sepse është qyteti më i zhvilluar, sepse e meriton investimin më të madh, do t'i marrë 1.5 miliard euro investime nga qeveria e Lidhjes Demokratike të Kosovës. 1.5 miliard euro investime do shkojnë përveç unazës së kryeqytetit në 2 spitale. Një për Prishtinë, vetëm spitalin e Prishtinës, dhe dytin spitalin e madh gjysmë miliard euro, Çakokun e re të Republikës Kosovës që do të vendoset sërish Prishtinë. Në këtë 1.5 miliard euro do ta bëjmë atë që LDK-ja ka zotu, stadiumin kombëtar prej arave, fushave, do ta kthejmë kryeqytet në Prishtinë, sepse Prishtina meriton të jetë shtëpi e futbollit kombëtar të Republikës Kosovës. Në Bërnic 150 milion euro vetëm në sport, po ashtu dhe në parkun teknologjik, e për fund dhe jo më pak e rëndësishme, ne du t'i prim reformës në dije në arsim, kemi nisur mësimin tërditor në Prishtinë në 11 shkolla, du t'a bëjmë secilën shkollë të kryeqytetit që çdo fëmijë i Prishtinës të jetë i barabartë me fëmijët e Bashkimit Evropian. Këto janë zëtimet tona, këto janë projektet tona. Prandaj, kur t'i shohim kandidatët tonë, kemi me pa me projekte të tilla të mëdha që transformojnë të ardhmen e kryeqytetit dhe të Prishtinës. Lum ne për juve, dashje faqe bardhë këtë fushat, po mbi gjitha jemi të lumtur e të gëzuar për një grup të jashtëzakonshme që është bërë pjesë e Bashkimit të Madh të Lidhjes Demokratike të Kosovës, një presidente e shkëlqyeshme, e gjashta e Republikës Kosovës. Ishim sot në Kurriz, në vizitë e pam një butik Hillary. Sa jo që tash ta pishkuj Hillary, të i shkrujti, me njëherë Hillary, je kthej me njëherë Hillary. Kur ki presidente të tilla që komunikojnë me botën në telefon, e kupton se sa rëndësishme është Lidhja Demokratike e Kosovës, sa rëndësishme është Vjosa Osmani për Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe për Republikën e Kosovës. Vjosa Osmani për një fjalë raste.